Blindimi i godinës së kryeministrisë është ndërruar tashmë në një praktikë të zakonshme sa herë që në Tiranë paralajmërohen protesta kombëtare. Hyrjet kryesore nga bulevardi Dëshmorët e Kombit mbulohen me panele metalike, një masë shtesë sigurie përtej pranisë së shtuar të forcave të policisë së shtetit dhe gardës së Republikës, të angazhuara në mbrojtjen e selisë së qeverisë. Rreth një ditë përpara protestës kombëtare të thirrur nga lëvizja Shqipëria bëhet, e drejtuar nga Adriatik Lapaj, nën pikëqyrjen e gardës është vendosur tek këtë herë blindimi i godinës së kryeministrisë. Masa zakonisht aplikohet në rastet kur autoritetet kanë sinjale për tensione apo përplasje të mundshme. Një skenar i ngjashëm u pa edhe gjatë protestës së fundit të organizuar nga Partia Demokratike me 24 janar, ku situata u përshkallëzua me hedhje molotovësh dhe fishek zjarresh, ndërsa policia reagoi me përdorimin e gazit lotësjellës për shpërndarjen e turmës. Nga ana e tij, Lapaj ka bërë thirrje që protesta e së shtunës të jetë pa simbole partie dhe të marrë reformën e një tubimi qytetar. Megjithatë, në muajt e fundit nuk ka munguar incidentet mes aktivistëve të Shqipëria bëhet dhe forcave të rendit,